Prokuroria e Fierit ka kërkuar konfiskimin e një sër pasurish të regjistruar në emër të Arjan Hykës dhe familjarëve të tij, duke pretenduar se ata nuk justifikohen me burime të lishme financimi. Bëhet fjalë për 5 apartamente, 2 njësi biznesish, 18 dynim tok ar, si dhe aksione në 5 shoqëri tregtare. Sipas organit akuzës, Hyka rezultoni dënuar nga drejtësia italiane për trafik droge në kuadër të një grupi kriminal. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu një financim prej rreth 100 milion lekësh i investuar në një kompani i cili sipas prokurorisë nuk ka burim të Në dosje theksohet se janë kryer një sër veprimesh fiktive për të justifikuar këtë shumë monetare, të cilat nuk mbështeten në mundësi reale financiare. Sipas prokurorisë, një pjesë e madhe e këtyre transaksioneve janë kryer jashtë sistemit bankar për para cash dhe përmes akteve jo notariale me qëllim fshehje në origjinën së fondeve. Gjithashtu, hetimet kanë evidentuar se Arjan Hyka ka sjellë në mënyrë të përsëritur vlera të mëdha monetare të padeklaruara në kufi në rrethana që ngrejnë dyshime mbi burimet e tyre. Kërkesa për konfiskim pritet të shqyrtohet nga gjykata, e cila do të vendosë mbi fatin e pasurive të sekuestruara.